Partia Demokratike akuzoi mazhorancën se në zgjedhjet e 11 majit përdori skemën e trenit bullgar për të deformuar rezultatin në qarkun e Elbasanit, duke kërkuar qeveri teknike e zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Kandidati i PD-s në këtë qark, Bledi Himçi, shkoi sot në një lokal në fshatin Pekisht, në pronësi të kryeplaku Dervish Beqiri, vëzhguesi i Partisë Socialiste në 11 maj, ku ka gjetur flet votimi, lista zgjedhësish e një sasi parash, euro dhe pound. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i shoqëruar nga Tomora Lizoti e Bledi Himçi, treguan pamjet e filmuara në këtë lokal duke pretenduar se të gjitha këto materiale janë përdorur për të blerë e kontrolluar votën. Kjo është tovolina e krimit elektoral. Këto janë listat, janë 117 flet lista votimesh me vula. Kriminali në krye të bashkisë është furnitori i kriminalëve të tjerë për të realizuar trenin bullgar në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Treni bullgar është një metodë e përdorur në Bullgari në vitin 2009, e sipas kësaj metode jashtë qendrës së votimit i jepet zgjedhësit një fletë e plotësuar, duke i kërkuar të hedhë në kuti këtë fletë votimi e të nxjerrë jashtë fletën që i ka dhënë komisioni të paplotësuar, duke krijuar kështu zinxhirin e kontrollit të votës. Partia Demokratike deri më tani ka denoncuar se kjo metodë është përdorur në Tiranë, Fier dhe Elbasan. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krimi i qeverisë teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Për këtë rast, Partia Demokratike thirrri policin, por nuk ka shkuar të bëjë denoncim në SPAK, pasi sipas Berishës, prokuroria e posaçme arkivon çdo dosje për qeverinë. E kanë marrë vesh çdo shqiptar që ata i fusin turshi. Ate kanë hapë ca kazanat mbaj që i fusin turshi, çdo dosje për qeverinë e fusin turshi ata. Kryetari i PD-s Berisha akuzoi SPAK-un edhe për operacionin Urat, zhvilluar një ditë më parë, pasi sipas tij prokuroria e posaçme qëllimisht e shtyu nisjen e operacionit pas së zgjedhjeve për t'u dhënë kohë bandave të ndikonin në rezultatin e 11 majit.